Atëherë gjurmëshmëria o bëhet o s'bëhet. Nuk mund t'jetë diku e bëjmë, diku se bëjmë. Në qoftë se flasim për gjurmëshmëri, në qoftë se flasim për lot, loti vihet që në momentin që produkti merr drejtimin për të shkuar drejt konsumatorit publik, drejt një tregu publik. Po, e bën grumbulluesi, ai që është edhe tregtar në këtë rast. Pikërisht. Grumbulluesi në momentin që pranon mallin e fermerit, ai që në atë moment duhet i vëri një lot atyre arkave, qofshin edhe 5 arka me domate në qoftë se janë ato, ai duhet i vëri një lot. Duhet i vëri, si mund t'jetë loti, emri i fermerit. Po, një kod fermi. Agron Hoxha, po themi. AH1504-2025. Pra 15 prill 2025. Pra, se s'bën, në qoftë se gjendet qoftë edhe një ark në qendrën e grumbullimit, e cila nuk ka këtë lloj siklet, pra, siç e tham, AH1504-2025, ne nuk kemi gjurmëshmëri.